Unë mendoj që mesazhi kryesor që kanë marrë qytetarët në këto 2 javë të fundit është që tash 4 vite qytetarët e Kosovës ballafaqohen me një proces jashtëzakonisht jo transparent. Në shumicën e rasteve ata kanë pas të paqartë se çka po ndodh. E kanë pas nganjëherë të paqartë edhe këto thirrjet tona të vazhdueshme konsistente ku kemi thënë që gjykata speciale është duke i bërë të padrejtë, është duke shkel drejtat e njerëzit në Hag. Dhe tani, në këtë dramë, do ta quaja, që ndodhi në 2 javët e fundit, qytetarët nga dora e parë e kanë pa se sa e padrejtë është kjo gjykatë, se sa që njerëzore është kjo gjykatë, se si kjo gjykatë mund të shkelë të drejtat elementare të njerëzve, të paraburgosur për të vizituar babain e tyre në kohë, sepse presidenti tha që janë refuzuar 3 kërkesa për të vizituar babain e tij. Po pikërisht u komentuan shumë edhe kërkesat para se të humbte jetën, para se të viste. Pikërisht sepse presidenti tha që ka bërë ose mbrojtja e tij ka bërë kërkesë që ai ta vizitonte shumë më herët. Ku që tha që ndoshta ka gjenë në një gjendje shumë më të mirë, edhe me komuniku, edhe me fol, edhe me diskutu me presidentin, edhe mu qmall me ta. Dhe gjykata speciale, do thot, në mënyrë sistematike ka refuzuar një gjë të tillë, duke kalkuluar politikisht, duke kalkuluar se ndoshta kthimi i niditshëm i presidentit tha që në një Kosovë ku ishte në mesin e vlugut të fushatës zgjedhore do të mund të ndikonte në rezultat zgjedhor. Pra, unë mendoj që kjo është një frikë, edhe është frikë politike të cilën e ka gjykata speciale, dhe mbi këtë frikë i ndërton edhe padrejtësitë edhe ndaj president Thaçi, edhe ndaj kryerit të UÇK-s. Nuk është rasti i parë që s'lejohen njerëzit që janë në Hag të vinë në ceremoni të varrimit. I ka ndodhur edhe Jakub Krasniqit, edhe Nasim Haradinajt, edhe Hysni Kucatit, po kjo e fundit u komentua mas shumti. Po, edhe padrejtësi të tilla ka pas edhe në rastet e personaliteteve tjera, siç e Ceke dhe edhe zoti Jakub Krasniqi, edhe Kucati, edhe Haradinaj, do thot të gjithë këta kanë pas edhe Topi, do thot të gjithë këta kanë pas raste të tilla në familje ku nuk janë lejuar që të vinë në ceremoninë e varrimit. Kjo gjykatë funksionon më ndryshe se tribunali ndërkombëtar.